Në fshatin Kuke, njësia administrative kastriote e Peshkopis, me skodrave të mbushura me pemë frutore, jeton Mario Koltrata. Është vetëm 12 vjeç, por ndryshe nga bashkëmoshatarët e tij, dita e Marios ndahet mes librave të shkollës dhe punës së rënd në arat e fshatit. Mario është bërë tashmë pjesë e pandashme e punëve bujqësore. Me pasionin e trashëguar nga jati, ai drejton traktorin e vogël dhe shumë vjeçar që familja e ka në përdorim prej kohësh. Por ky mjet është drejt fundit i amortizuar dhe i pamjaftueshëm për nevojat e arave të gjera me moll e produkte të tjera bujqësore për të cilat njihet ky fshat. Duke e bërë gati për punë. Kjo është makina e barit, lisë se quhet, që do mbledhe jonxhen dhe do e bëj kalup. Ne i hapim këtë kapakun dhe është e gati për të vazhduar punën. Zëtorin ma kam mësuar babi që 1 vit. Megjithatë, Mario nuk punon vetëm për familjen e tij. Ai vjen në ndihmë dhe banorëve të tjerë të fshatit, duke treguar pjekuri të rrallë për moshën që ka, por dëshira e tij më e madhe mbetet një traktor i ri që të ndihmojë jo vetëm familjen, por dhe gjithë fshatin. Babai i tij Miklovani është larguar në emigrim prej disa muajsh. Synimi vetëm i tij është që të sigurojë të ardhurat e mjaftueshme për të blerë një mjet bujqësor të fortë dhe modern, pasi institucionet si Ministria e Bujqësisë apo Pushteti Vendor nuk u kanë ofruar mundësinë për të përfituar kredi apo mbështetje. Plugun, frezën, makinën e barit, korsën e barit. Unë pash tani që po punoje shumë bukur. Po. Po ky traktori? Ky traktori është i vjetër. E ka pasur babi që 15 vjet dhe mua më duhet një traktor i ri që të punoj më shumë, edhe me kënaqësi. Dhe unë kam një dëshirë të punoj shumë, se më duhet një traktor i mirë dhe i ri, shumë i ri. Se kjo është traktor i vjetër. Shkolla nga njëra anë dhe puna në ara nga ana tjetër kanë bërë që 12 vjeçari të rritet më shpejt se bashkëmoshatarët e tij, por Mario nuk heq dorë as nga ëndra e arsimimit. Ai dëshiron të vazhdojë shkollën dhe njëkohësisht të ndihmojë familjen dhe fshatin. Historia e tij është dëshmi e gjallë e realitetit të fshatit shqiptar, sakrifica, mungesa e mbështetjes dhe shpresa që ende nuk shuhet tek brezi i ri.